Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot, do të keni mundësinë të ndiqni. Dita e Kurban Bajramit i ka mbledhur besimtarët mysliman në Gjirokastër në Pallatin e Sportit, ku filluan kryerjen e ritualeve të kësaj feste me faljen e namazit. Ata përcollën urimet dhe mesazhet e tyre në kuadër të kësaj feste që simbolizon përkushtimin ndaj Zotit dhe nxit solidaritetin shoqëror. Në Gjirokastër ka nisur kremtimi i javës së kulturës italiane, e cila do të përcjellet me disa aktivitete. Ajo ka startuar me shfaqjen e një pjese teatrale të përbashkët mes aktorëve gjirokastrit dhe atyre italian. Duke nisur nga sonte për 3 net në Saran, do të mbahet Fish Festival. Jo vetëm për banorët, por edhe turistët, ky event do të sjellë degustim, argëtim, promocion dhe djesi të bukura. Fish Festival vjen si një gjetje inovative për të bërë çeljen zyrtare të sezonit ver 2025 në Sarand. Konispoli, qyteti më jugor i Shqipërisë, po shndrohet gjithnjë më shumë në një destinacion turistik tërheqës fal pozitës gjeografike pranë kufirit me Greqinë, klimës së ngrohtë dhe natyrës së pasur, i njohur për plantacionet me agrume, veçanërisht mandarinat, si dhe për trashëgiminë kulturore dhe historinë e pasur. Konispoli ofron përvoja të veçanta për vizitorët. Ju njohim tani më gjerësisht. Dita e Kurban Bajramit i ka mbledhur besimtarët mysliman në Gjirokastër në Pallatin e Sportit, ku filluan kryerjen e ritualeve të kësaj feste me faljen e namazit. Ata përcollën urimet dhe mesazhet e tyre në kuadër të kësaj feste që simbolizon përkushtimin ndaj Zotit dhe nxit solidaritetin shoqëror. Besimtarët mysliman në rajonin jugor festojnë sot si në mbar botën islame festën e Kurban Bajramit. Në qytetin e Gurt, kremtimi i kësaj dite i mblodhi ata në Pallatin e Sportit, ku në orën 6:45 minuta nisi falja e namazit, organizuar nga Myftynia e Gjirokastrës. Në emër të saj përcolli mesazhin dhe thirrjen për më shumë paqe dhe mirëkuptim, drejtuesi Aurel Senja. Në këtë ditë të gëzuar të Kurban Bajramit, uroj gjithë besimtarët muslimanë dhe njëherë gëzuar për shumë vjet Kurban Bajramin. Zoti i gjithësisë ju begatoft juve dhe familjet tuaja. Kjo është një ditë e shënuar për gjithë besimtarët musliman anë kënd botës, ditë e cila simbolizon sakrificën, përkushtimin, sinqeritetin ndaj Zotit madhëruar, por gjithashtu është dhe një ditë solidariteti, përkujdesje për njerëzit në nevojë, për shtresat në nevojë. Kjo ditë Bajrami i bashkon besimtarët musliman me njëri tjetrin, duke futur gëzim në familjet e tyre, por gjithashtu duke i rikujtuar ata që të përhapin sa më shumë paqe, të përhapin sa më shumë mirësi dhe dashuri me njëri tjetrin, sepse dita e Bajramit nuk ka kuptim nëse kemi zënka, kemi hatërmbetje, nuk i lëm këto pas, nuk e falim njëri tjetrin dhe nuk e duam njëri tjetrin për hir të Zotit. Lutim Zotin që të na bëj sa më të dobishëm në shoqërinë ku ne jetojmë, na bëj për atyre që kujdesen për njerëzit në nevojë, të na bëj për atyre që janë sinqertë dhe të përkushtuar përballë tij, gëzuar edhe një herë për shumë vjet Kurban Bajramin. Pas faljes së namazit, besimtarët uruan njëri tjetrin, por zgjodhen të përcjellin urimet dhe mesazhet edhe përmes mikrofonit të RTS. I urojmë të gjithë gëzuar Kurban Bajramin. Kjo është një fest e sakrificës, për ultësisë e të bërit një sakrificë shumë të madhe për Allahun e madhëruar. Është një fest dhe një sakrificë për të gjithë të varfrit, për të gjithë ata që kanë sot nevojë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kush bën kurban, le ta ndaj atë në 3 pjesë dhe 2/3 e tij le t'i ndaj te të afërmit, te komshinjt, te njerëzit nevojtar dhe 1/3 e tij le ta mbaj për vete që të festojnë në këtë ditë. Dhe kjo jo pa qëllim quhet edhe fest, sepse me këtë festojnë edhe të gjithë ata që s'kanë mundësi. Gëzuar Kurban Bajramin. Të ketë një botë me paqe dhe me dashuri. Gëzuar Kurban Bajramin për të gjithë muslimanët në përbot. Ju uroj shëndet dhe jetë gjithëve. Të gjithë gëzuar Kurban Bajramin. Kjo fest e shenjtë e sakrificës dhe përkushtimit, harmonisë, vijoi me vizitat tek njëri tjetri dhe me shpërndarjen e kurbanit te të afërmit dhe njerëzit në nevojë. Në Gjirokastër ka nisur kremtimi i javës së kulturës italiane, e cila do të përcjellet me disa aktivitete që vinë në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit dhe Konsullatën e Përgjithshme të Italisë në Vlorë. Në ceremoninë e organizuar mbrëmjen e djeshme nga të dyja palët u premtua se organizimet e përbashkëta kulturore do të shtrihen gjatë gjithë vitit.
Çdo vit më tepër shtohet prezenca e artistëve italianë në Gjirokastër përmes aktiviteteve kulturore dhe artistike. Kjo fal bashkëpunimit të shkëlqyer të Bashkisë së Qytetit të Gurt me Konsullatën e Përgjithshme Italiane në Vlorë dhe Ambasadën Italiane në Tiranë. Mbrëmja e djeshme shënoi dhe çeljen e javës italiane në qytetin e Gurt, ku kryebashkiaku Flamur Golemi dhe konsulli i përgjithshëm i Italisë në Vlorë, Achille Provenzano, premtuan vazhdimsi në projekte të përbashkëta që kanë në fokus kulturën, artin, traditat e dy vendeve. Nuk do të mjaftonte thjesht investimin në infrastrukturë në teatrin e qytetit, një mbështetje financiare e konsiderueshme e qeverisë italiane, por ne kemi vazhduar edhe me aktivitete, jo vetëm në fushën e kulturës, artit, ata turistë italian, në vitin që lan pas ishin më shumë se 120.000 turistë italian, si vjet presim edhe më shumë. Në fakt ka nevojë edhe për aktivitete, dhe këto aktivitete shërbejnë edhe për turistët, po patjetër edhe për banorët e qytetit, prezidentët, jo thjesht Bashkisë Gjirokastër, por qarku Gjirokastër. Unë e falenderoj ambasadën italiane, konsullatën e Italisë në Vlorë për gjithë të mbështetjen, dhe unë besoj që është aktivitet i radhës. Shumë shpejt, së bashku edhe me konsullin, ne po planifikojmë. Unë besoj brenda korrikut edhe një shfaqje të një koncert të një grupi italian këtu në Gjirokastër. Jemi në qytetin e Gjirokastrës, që na pret me përzemërsi për të kremtuar këtë javë të kulturës italiane. Sollëm një shfaqje teatrale që është një bashkëpunim italo-shqiptar. Organizimet do të vazhdojnë me shfaqjen e filmit Mia në kineman e qytetit, kushtuar këngëtares italiane Mia Martini. Do kthehemi sërish në Gjirokastër për të organizuar aktivitete të tjera kulturore, për të vazhduar këtë rrugëtim mes dy popujve, sidomos në këtë qytet mikpritës. Ekspozita të ndryshme, koncerte, shfaqje filmash, promovime librash, janë aktivitetet që i mirëpret jo vetëm ardashtë si Gjirokastrit, por edhe turistët që e vizitojnë qytetin e UNESCO-s. Java e kulturës italiane në Gjirokastër ka startuar me shfaqjen e një pjese teatrale të përbashkët mes aktorëve gjirokastrit dhe atyre italian. Ajo titullohet Ndero Baban dhe është realizuar në kuadër të projektit Herald, që ka për qëllim ndërthurjen e kulturave dhe gjuhëve të dy vendeve. Ndero Baban ishte pjesa që u ngjit në skenën e teatrit Zinisako si një bashkëpunim i aktorëve të teatrit të Fasanos në Itali dhe teatrit të Gjirokastrës në kuadër të projektit Herald. Në fokus të saj ishin dy figura femërore historike që kanë sfiduar detyrimet të cilat u imponohen për shkak të traditës, Burneshës shqiptare dhe Franca Violës, e cila ka refuzuar për herë të parë në Itali martesat e detyruara. Ky bashkëpunim është mënyra më e mirë edhe shembulli më i mirë për të thënë se sa të rëndësishme janë bashkëpunimet institucionale mes brenda vendit, por në këtë rast me që flasim për jashtë vendit. Shfaqja Ndero Baban është një bashkëpunim dy kulturor. Gjatë shfaqjes ne flasim dy gjuhë të ndryshme, madje tre sepse ka dhe anglisht. Ka dy histori të ndryshme, të cilat kanë po aq sa të përbashkëta me njëra tjetrën, aq edhe gjëra që i ndajnë nga njëra tjetra. Është në qendër të shfaqjes historia e Burneshës, një figurë tipike shqiptare, të gjithë ne e njohim shumë mirë se çfarë është, dhe nga ana tjetër, nga ana e kulturës italiane qëndron historia e Franca Violës, femra e parë italiane e cila refuzoi martesat e detyruara. Ne shkuam në Itali dhe e krijuam aty shfaqjen, e ndërtuam dhe pastaj gjatë gjithë eksperiencës dua të theksoj që ka qenë një feedback jashtëzakonshëm, po flasi artist, për ne artistat, bashkëpunimi mes kolegëve të ndryshëm, ne shqiptar dhe ata italian. Përveç se shkëmbimi i metodave të ndryshme me të cilat të dyja vendet punojnë në raport me profesionet e tyre, por edhe ndjeshmëritë e ndryshme. Si shqiptar kemi ndjesi të ndryshme në raport me një fenomen të caktuar, si italian ata kanë ndjesitë e tyre në raport me një fenomen të caktuar, po në fund të ditës ne gjithë jemi njerëz, pavarësisht kombësive, dhe ndjesitë janë ato që na bashkojnë. Ndero Baban mban autorsinë dhe regjinë e David Marzit dhe erdhi në 3 gjuhë, shqip, anglisht dhe italisht. Edhe për aktorët italian ishte një eksperiencë e mrekullueshme. Grazie mille per questa. Mira, falenderime për këtë mundësi dhe jam shumë e lumtur që ndodhem këtu. Projekti të bën të njiheshme gjuhë dhe kultura të ndryshme. Më pëlqeu ky binjakëzim i teatrove që aktorët shqiptar punuan në Itali dhe ne erdhëm këtu. Ishte një bashkëpunim frytëdhënës, kishte shumë dashamirësi. È stata un'esperienza.
Ishte një eksperiencë e mrekullueshme, sepse më vleti për të nxjerrë në pa aftësitë e mia aktoriale duke luajtur në gjuhë të ndryshme. Keni një qytet të mrekullueshëm, të mbushur me kulturë, traditë, bukuri dhe ne gjetëm momentin përveç provave ta shfrytëzonin për ta shijuar. Propri amici o alla propria famiglia. Organizimet në kuadër të javës së kulturës italiane në Gjirokastër do të vijojnë me shfaqjen e filmit Mia, kushtuar këngëtares italiane Mia Martini. Duke nisur nga sonde për 3 netë në Saran, do të mbahet Fish Festival, jo vetëm për banorët, por edhe për turistët. Ky event do të sjellë degustim, argëtim, promocion dhe ndjesi të bukura. Fish Festival vjen si një gjetje inovative për të bërë çeljen zyrtare të sezonit ver 2025 në Sarand. Mbrëmja djeshme ishte e fundit për përgatitjen e Fish Festival në shëtitoren e Sarandës. Ky event i madh do të dhurojë atmosferë festive, hapësira panajiri e degustimit të frutave që vijnë prej detit dhe muzikë argëtim për të gjitha moshat, përvendas dhe turist. Referuar skenarit të programuar nga bashkia, stendat e gatimit do të shërbejnë që restorantet më përfaqësuese të Sarandës e Ksamilit realizojnë në sytë e publikut receta alternative të gatimit të peshkut. Risi do të jetë prania e masterclass gatimi nga kuzhinierë ndërkombëtar. Kulinaria në Fish Festival Saranda 2025 do të dhurojë edhe emocione konkursi në gatim, pasi zbulohet që nga një juri ndërkombëtare Saranda do të kurorëzojë kuzhinierin e vitit 2025-2026. Surpriza e Fish Festival si vje do të jetë prania dhe spektakli emrave botror të somalierëve të verërave franceze. Ata do të realizojnë wine testing që pritet të zgjojë interes të publiku i gjerë. Ndërkaq skena dhe ekrani madh do të jenë vendi ku do të gjenerohet muzikë argëtuese shoqëruese, eventi tipik Fish Festival. Në 3 netët e këtij eventi do të performojnë grupi muzikor Orkestra nga Kosova, këngëtari famshëm Drena Bazi, me grupin e tij Zigzag, këngëtari i dashur i nis Sardi Strugaj e të tjerë. Çdo mbrëmje 2 banda muzikore do të ekzekutojnë live për publikun. Surpriza e këtij edicionit të dytë të Fish Festival nuk mbarojnë këtu. Në monitorin digital të instaluar pranë eksponateve të Muzeut të Peshkimit të pranishmit do të ndjekin dokumentarin që vendos në fokus personazhet të dieshme të sotëm të peshkimit dhe detarisë, që janë pjesë e memorjes së qytetit të Sarandës dhe përditshmërisë së tij. Fish Festival vjen si një gjetje inovative për të bërë çeljen zyrtare të sezonit ver 2025 në Sarandë. Vijoj me një informacion nga Renti. Shërbimet e policisë kufitare të Kakavijes në bashkëpunim me shërbimet e Frontexit si rezultati kontrolleve të shtuara për goditjen e paligjshmërisë në kufi, ndalimin e shtetasve që sinjalizojnë të shpallur në kërkim apo të atyre që tentojnë të hyjnë apo të dalin nga kjo pikë kalimi në mënyrë të parregullt, kanë kapur në afërsi të një karburanti në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes në tentativë për të kaluar ilegalisht kufirin për të hyrë në Shqipëri, shtetasin me inicialet ASH 41 vjeç rezident në Greqi. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj 41 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën në çantën e shpinës disa zarfe brenda të cilave kishte 160.000 euro që tentonte t'i fuste në Shqipëri pa i deklaruar në pikën e kalimit kufitar. Gjithashtu, si rezultat i verifikimeve të kryera, ky shtetas rezultonte i shpallur në kërkim, pasi gjykata e Tiranës e ka dënuar me 1 muaj burgim për veprën penale vjedhja. Në vijim të veprimeve procedurale të kryera nga ana e drejtorisë vendore të policisë Tiranë, u bë ndalimi i tij. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Në Konispol po vërehet një rritje e ndjeshme e sipërfaqeve të mbjella me agrume për shkak të interesit të lartë për këto kultura si në tregun në vendas, ashtu edhe në atë të huaj. Banorët po investojnë gjithnjë më shumë në sektorin e bujqësisë, duke e shfrytëzuar klimën e favorshme dhe potencialin e lartë të tokës. Vitet e fundit Konispoli ka njohur një rritje të ndjeshme të sipërfaqeve të mbjella me agrume, veçanërisht me mandarina, të cilat janë kthyer në një simbol të zonës. Kërkesa në rritje për këto produkte si në tregun vendas ashtu edhe në atë të huaj ka nxitur fermerët që të zgjerojnë prodhimin dhe të investojnë më shumë në këtë sektor. Në bashkinë e Konispolit janë diku te 930 fermerë, të cilat merren me agrumet. Interesi këto vite ka ardhur duke u rritur për shkak dhe të çmimit të mandarinave. Vjet ka qenë një vit i suksesshëm për fermerët, ku çmimi nuk arriti vlera shumë të ulta dhe pati dhe tërheqje.
Klima mesdhetare e favorshme dhe toka pjellore bëjnë zonën ideale për kultivimin jo vetëm të agrumeve, por edhe kulturave të tjera bujqësore. Kemi 1420 hektar të mbjellë me agrume, ku pjesën më të madhe diku te 95% e zënë mandarina dhe rreth 36 hektar janë me portokalle. Kemi një pakicë me limona, diku te 12 hektar, por kemi dhe mbjelljen me shek, me misër dhe me grur, por jo një sipërfaqe shumë e madhe. Me kivi kemi 7 hektar dhe kemi dhe një sipërfaqe 12 hektar me limona. Sipas të dhënave zyrtare, Bashkia e Konispolit aktualisht ka 930 fermer aktiv, ndërsa sipërfaqja totale e mbjellë me kultura të ndryshme bujqësore arrin në 1420 hektar. Këto shifra tregojnë për një angazhim të madh të komunitetit lokal në bujqësi dhe për një sektor në zhvillim të vazhdueshëm me ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë dhe punësimin e zonës. Konispoli, qyteti më jugor i Shqipërisë, po shndërrohet gjithnjë më shumë në një destinacion turistik tërheqës fal pozitës gjeografike pranë kufirit me Greqinë, klimës së ngrohtë dhe natyrës së pasur. I njohur për plantacionet me agrume, veçanërisht mandarinat, si dhe për trashëgimin kulturor dhe historinë e pasur. Konispoli ofron përvoja të veçanta për vizitorët. Ndodhemi në Konispol, qyteti më jugor i Shqipërisë, i cili po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion turistik tërheqës. Pozita gjeografike pranë kufirit me Greqinë, klima e ngrohtë dhe natyra e pasur e bëjnë këtë zonë gjithnjë më të preferuar nga vizitorët të vendas dhe të huaj. Turistët vinë për të zbuluar një vend me histori, tradita të ruajtura dhe një identitet të fortë kulturor. Konispoli ka shumë atraksione që mund të vizitohen. Pavarësisht dhe pa përmendur jo vetëm natyrën që ka një relief të mrekullueshëm, ajo që unë do theksoja dhe do përmendja është shpella e Kreshojt që mendohet të jetë 27.000 vjeçare, kështu që është një atraksion që padyshim vlen të vizitohet. Absolutisht, dhe ato plantacione ngjallin një kurreshtje të madhe tek turistët e huaj kryesisht, pasi ne mund të themi me plot gojë që jemi bashkia që kemi plantacionet më të mëdha të portokalleve dhe të mandarinave. Konispoli është i njohur për trashëgimin e pasur kulturore dhe për plantacionet me agrume, sidomos mandarinat, që mbulojnë zonën dhe i japin një karakter të veçantë. Gjurmët historike, kultura e vjetër dhe festat tradicionale janë një tjetër element që tërheq gjithnjë më shumë vizitorë që kërkojnë përvoja autentike larg turizmit masiv. Rritja e interesit për zonën është një mundësi e madhe për zhvillimin e turizmit lokal, agroturizmin dhe ruajtjen e vlerave tradicionale. Konispoli është sot një shembull i qartë se si një qytet i vogël mund të shndërrohet në një pikë të rëndësishme turistike, fal trashëgimisë, natyrës dhe njerëzve të tij. Kombëtarja e Serbisë ka një vlerë tregu sa dyfishi lojtarëve tanë sipas Transfer Market. Dušan Vlahović, që aktivizohet tek Juventus, është futbollisti me vlerën më të lartë në treg nga dy ekipet, ndërsa Kristian Aslani është futbollisti më i shtrenjtë i Shqipërisë. Serbia zbret në fushën e arenës kombëtare me petkun e favorites dhe kjo jo vetëm nga forma e të dy ekipeve, por edhe vlerës së lojtarëve në treg. Sipas faqes së statistikave Transfer Market, kundërshtarët e kuqezimve kanë një vlerë sa pothuajse dyfishi futbollistëve tanë që shkon në 245.40 milion euro në total, kundrejt 108 milion që është vlera e lojtarëve të Silvinjo. Mbrojtja jon duhet të bëjë llogarit me Vlahović, me sulmuesin e Juventus që zbret në arenën kombëtare si futbollisti me vlerën më të lartë nga të dy ekipet. 45 milion euro është çmimi i kartonit të tij që i vetëm kalon vlerën e mbrojtjes son. Reparti defensiv i Shqipërisë, edhe pse ka emra si Gjimshiti apo Ismaili, nuk kalon më shumë se 31.65 milion euro. Ndërsa Kristian Aslani, që është edhe lojtari me vlerën më të lartë e Shqipëria, ka një vlerë kartoni që shkon deri në 15 milion. Në sfushori Inter ndiqet nga broja. Vlera e kartonit të cilit shkon në 12 milion euro, e më pas Muçi me 11 milion. Ndërsa Serbia ka futbollisti Milenković i Nottingham me 35 milion apo Samar Gjice Petrović me nga 20. Nëse i referohemi reparteve, mbrojtja serbe ka vlerën më të lartë nga gjithë skuadra, ndërsa te Shqipëria kjo vlerë është e sulmi. E përbashkëta e dy kombëtarëve është se lojtarët që aktivizohen në kampionatet vendase kanë vlerën më të ulët në treg. Shifrat mbeten të tilla vetëm në letër, pasi në fushë në ndeshje të tilla nuk vlen çmimi i kartonëve, por zemra dhe lojtarët tanë din të japin më të mirën.
Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.